Vendosja e Diellës si ministre e inteligjencës artificiale ishte një temë nxehtë e javëve të fundit në vend dhe në këtë kontekst, në episodin e sotëm podcastit ton Business Plus do të flasim pikërisht për digitalizimin e shërbimeve publike. Kam të ftuar sot Nadia Elbasani, pedagoge eksperte e sigurisë kibernetike. Përshëndetje Nadia. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Digitalizimi i shërbimeve publike ka ndryshuar shumë mënyrën se si qytetarët ndërveprojnë. Por si shihni juve sot nivelin e aksesit dhe nga ana tjetër dhe njohurive që qytetarët kanë pikërisht ndaj këtij aksesi? Atëherë, pikë pari, unë personalisht e konsideroj pozitive faktin që ndërveprohet me teknologjinë në arritjen tek qytetari. Por ka disa problematika të cilat normalisht do duhet zgjidhen me kohën dhe me bashkëveprimin e qeverisjes, edukimit, por edhe qytetarëve. Padyshim arritja tek mirëqeverisja me anë të teknologjisë është një rrugë në cilën ne do duhet të shkonim të ndiqnim patjetër. Lufta me teknologjinë, e kam thënë edhe më parë, është një luftë e humbur, sepse është e kotë të refuzojmë teknologjinë, sepse jemi pjesë e asaj që do të ndodhi në të ardhmen dhe do duhet të mësojmë me këtë gjë. Por mësimi më i mirë është sigurisht edukimi në të gjitha fushat, jo vetëm në teknologji. Por për sa i përket teknologjisë, e kemi të domosdoshme të paktën aftësi digjitale minimale. Çfarë duhet të them me aftësi digjitale minimale? Përdorimi i platformave për të marrë shërbime online, sigurisht do duhet të jenë të thjeshta. Sikurse edhe aspekti ligjor, i cili formohet për të kuptuar nga të gjithë, edhe këto platforma do duhet të jenë të kuptueshme nga të gjithë. Ndaj dhe patjetër kërkohet bashkëveprimi i mirë i qeverisjes, i aspektit teknik, por edhe i qytetarëve. Kërkohet nga ana e qytetarit, padyshim, sikurse kuptohet edhe kudo në të gjitha shtetet e tjera, si Estonia, të cilën unë preferoj shumë ta marr si shembull kur vjen puna tek i qeverisja, pra qeverisja me anë të teknologjisë, e thënë thjesht edhe përciptas, do duhet që qytetarët të informohet pak më shumë se si ta përdori teknologjinë në favorin e tij, në favorin e shmangjes së burokracive, shmangjes së korrupsionit të vogël ose të madh. Pra, mos harroni që kemi dëshirë, të paktën po flas për një brez më të ri, që të mos mbajmë radhë nëpër sportele, që mos kemi kontakte me një sportelist i cili padyshim her pas here mbase edhe nga vrulli i punës, nga sasia e punës, profesionaliteti apo jo, efikasiteti i tij apo jo, etj me radhë, mundet që të mos ketë maksimumin e eficiencës. Ndaj përdorimi i teknologjisë rrit eficiencën për sa i përket aspektit të marrjes së shërbimeve digjitale në aspektin e shërbimeve publike. Por ajo që dua ta mbyll pa e zgjatur shumë këtë gjë është që rritja e eficiencës duhet të jetë padyshim në proporcion të drejtë me ruajtjen e privatësisë, ruajtjen e dhënave personale dhe në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, dëshirës prej vitesh për të integruar në Bashkimin Evropian, GDPR-it, pra mbrojtjes së të dhënave personale, që padyshim është për qytetarët e Bashkimit Evropian, por gradualisht Shqipëria do duhet mësohet që të ruhet një mënyrë e sigurt e privatësisë së qytetarëve dhe të dhënave të tyre. Është folur shumë për diellën, do doja të ndalesha shumë pak. Në gjykimin tuaj, sa realisht pritet që të ndikojë në cilësinë e marrjes së shërbimeve publike? Atëherë, vendosja e një emri padyshim e kthen në aspekt politik. Dhe unë personalisht mendoj që ku përfshihet politika është mirë që ekspertët ta kalojnë në çështje teknike ose të mos përfshihen. E të njëjtën gjë duhet bëj dhe unë. Pra, nuk duhet përfshihem në aspektin e emrit, pra vendosjes së një emri të një ministri etj me radhë. Për sa i përket më pas rritjes së efikasitetit që po e quajmë tashmë diella, synon të vendosi, unë për momentin dhe për atë çka është e shkruar, mund të them vetëm kaq, që është një asistente virtuale, pritet padyshim nga ajo që është thënë, por jo e shkruar, që të kujdeset për procesin e prokurimeve publike, nuk dihet në mënyrë të shkruar nëse do të jetë vendimarrëse apo jo, apo do të jetë skanuese. Padyshim unë inkurajoj përfshirjen e teknologjisë në të gjitha ministrit, në të gjitha bashkitë, në të gjitha sektorët për të rritur eficiencën, duke ruajtur padyshim të dhënat personale, sigurinë,
por duke u garantuar që kjo teknologji formohet në mënyrën e duhur që të mos kemi deviacione apo shmangje të përgjegjësisë. Do të shihet me kalimin e kohës efikasiteti i këtij projekti. Mund ta konsiderojmë projekt pilot, sepse duke lexuar pak a shumë programin e qeverisjes ose më saktë atë që është konsideruar si Shqipëria 2030 në terma të përgjithshëm, kuptojmë që teknologjia do të përfshihet në të gjitha sektorët. Ndaj dhe në mendjen time e konsideroj sikur është një projekt pilot për të ushtrirë më pas në të gjithë sektorët. Sigurisht efikasiteti i saj do të shihet me kalimin e kohës. Në pamje të parë nuk kemi informacione të mjaftueshme për të folur nga ana teknike. Ndaj për momentin mund ta konsiderojmë si një asistente goxha të volitshme dhe një krah ndihmës për administratën. Ajo që unë do doja të theksoja në fakt është një dëshirë e imja që Shqipëria të ndjekë rrugën e Estonisë. Estonia ka një qeverisje shumë herë më të përparuar se shumë vende të tjera dhe bashkëveprimin e të gjithë administratës publike përmes një platforme. Që do të thotë, nëse ne sot aplikojmë në e-Albania për të marrë një shërbim caktuar, her pas here kushdo nga ne, përfshirë këtu aplikime në kadastër apo të tjerë me radhë, kanë marrë një përgjigje për të plotësuar dokumentacion. Kjo gjë në shtete të tjera, siç është për shembull Estonia, nuk ndodh. Pse? Sepse platforma në vetvete grumbullon të gjithë informacionet që ka për individin dhe nuk të kërkon të japësh informacione shtesë, por nëse ai informacion ndodhet brenda platformës për mua si individ, gjenerohet vetvetiu dhe ndihmohet administrata përmes kësaj platforme. Kjo unë mendoj që do të jetë pika finale dhe e duhur që një platformë në Shqipëri të jetë në nivelin e duhur, pra që qytetarit të mos në thonjza bezdiset me plotësim her pas hershëm të dokumentacionit, por vetë platforma e cila padyshim e theksoj do duhet jetë e sigurt nga aspekti kibernetik, të gjeneroj informacionin që vetë i nevojitet administratës për një kërkesë time si qytetar. Transparenca dhe lufta ndaj korrupsionit merren si argumentet kryesor për sa i përket përdorimit të digitalizimit në shërbime publike. A kemi ne Nadia një shembull apo qasje në vende të tjera në cilën ka funksionuar më së miri kjo? Edhe nga aspekti teorik, përdorimi i teknologjisë shmang kontaktin njerëzor. Kontaktin njerëzor, duam apo nuk duam, her pas here ka pengesa, çalon, korruptohet, bëhet pre presioneve të jashtme, e tjerë me radhë. Her pas here ulet eficienca, ndonjëherë për shkak të paaftësisë, ndonjëherë për arsye të qëllimshme. Teknologjia këtë gjë nuk e bën. Sigurisht flasim për një teknologji të formuar në mënyrën e duhur, me të dhënat e duhura dhe duke patur aspektin pozitiv në mendje. Pra duke formuar atë realisht siç ne kërkojmë ta kemi një platformë digjitale. Po, qartë. Në këtë moment padyshim që ulet korrupsioni sepse nuk ka më kontakt njeriu me njeriu. Rritet eficienca sepse një teknologji, ju e dini tashmë është thënë shpeshherë, nuk lodhet. Dhe përsa kohë nuk lodhet, ajo punon 24 orë në 7 ditë javës, gjë e cila sigurisht për një individ është e pamundur të bëhet dhe nuk duhet bëhet. Pra nuk mundet pretendohet nga një punonjës i administratës publike që të punojë 24 orë, që të punojë 7 ditë javës. Është jo njerëzore. Dhe ndaj në këtë moment përfshihet teknologjia. Përfshirja e teknologjisë në disa sektor ku deri më tani ne kemi ecur ngadalë, kemi parë her pas here, unë preferoj të quaj të çala, pra nuk kemi ecur siç duhet. Është mirë që teknologjia të përfshihet, por të përfshihet duke u garantuar që është formuar në mënyrën e duhur, me të gjitha auditimet, sigurinë kibernetike dhe protokollet e duhura për të garantuar që kjo platformë po vjen tashmë realisht për të bërë një punë të mirë dhe jo për të shmangur përgjegjësitë. Në këtë formë është mënyra e duhur se si përparohet në sektor të ndryshëm përmes teknologjisë. E qartë. Le të ndalemi disi të sfidat e përmendëm gjatë bisedës që nisëm bashkë. Nga siguria e dhënave, ndoshta do doja që të citoja disi dhe besimin e njerëzve.
apo dhe mungesën e njohurive digjitale. Çfarë mund të bëhet në këtë aspekt? Sepse flasim për brezin e ri që është i edukuar digjitalisht, por kemi dhe brezin më të vonë. Sa të vështirë do e kenë ata? Atëherë përmendi disa fjalë kyçe, të cilat duhet ndalemi gradualisht tek secila. Unë po e nis për nga rëndësia që është aftësia digjitale. Brezi i ri padyshim që ka një prirje për të ndjekur teknologjinë, por jo domosdoshmërisht platformat e qeverisjes në teknologji. Pra, me gjithë dëshirën e madhe që unë kam që të ndjekim ritmet e zhvillimit teknologjik, edhe ne, si brezi i ri po themi, duhet fokusohemi pak më shumë në thellimin ton drejt dijeve digjitale dhe drejt njohurive tona për sa i përket të dhënave personale që ne japim në platformat e ndryshme online. Jo vetëm qeverisjes dhe platformat tjera dhe aplikacionet tjera që downloadojmë në celularin tonë në mënyrë përditshme. Aftësimi digjital është thelbësor. Po ndalem tek brezi i ri ende. Ne do duhet të informohemi mirë që se çfarë janë të dhënat personale, si të ruajmë ato dhe çfarë të dhënash personale ne duhet të ndajmë me aplikacione, platforma e tjerë me radhë. Jo çdo e dhënë që na kërkohet, pra e dhënë personale që na kërkohet do duhet të ndahet. Duhet të ketë një arsye, duhet jemi pak më të vëmendshëm në ndërveprimin ton digjital. Jo padyshim duhet pranojmë cilëndo notification që na vjen për t'u pranuar. Nuk ka pse. Nëse do të lexojmë pak, do të kuptojmë pse përdoret e dhëna e cila po kërkohet. Dhe në atë moment ne duhet stopojmë dhe duhet kuptojmë, ja vlen apo jo që ky aplikacion të jetë në celularin tonë. Pratimi më kritik. Pratimi pak më kritik, po, padyshim. Ky është hapi i parë që unë kërkoj nga brezi i ri. Për sa i përket më pas brezit i cili është pak më i madh, kërkoj diçka pak më të thjesht drejt tyre. Unë e kuptoj vështirësinë që ata kanë për të kuptuar nëse bëhen pjesë apo jo të një sulmi kibernetik. Të gjithë ne e kuptojmë vështirësinë e tyre, sepse sulmet kibernetike sot janë aq të sofistikuara sa her pas here edhe ne e kemi të vështirë të kuptojmë nëse jemi prej një sulmi kibernetik apo jo. Janë sulme të ndryshme që ndodhin dhe jo çdo sy mund të arrit të kuptoj nëse është një sulm kibernetik apo jo. Ndaj brezi që është pak më i madh dhe nuk ka qenë në ndeshje me teknologjinë aq shpesh, është pak më i rrezikuar, do duhet mësohet gradualisht, sigurisht duke kërkuar ndihmë, mbase ndihmë edhe nga familjarët, por edhe ndihmë nga administrata shtetërore. Sepse jo të gjithë mund të dinë të përdorin teknologjinë, jo të gjithë arrin të kuptojnë që jo çdo mesazh i cili vjen në celular duhet klikohet linku e tjera me radhë. Pra, sfida me teknologjinë është një sfidë që do të vazhdojë, kërkon padyshim edukim të vazhdueshëm, por është një sfidë që duhet përballur. Sepse dal tek ajo që unë thash në fillim, lufta me teknologjinë është një luftë e humbur. Ne do duhet mësohemi me teknologjinë, do duhet ta përdorim teknologjinë sepse është mjeti i vetëm i cili na lidh me të gjithë botën. Dhe është mjeti i vetëm i cili ne kemi, të cilin ne kemi për tu lidhur me të gjithë zhvillimet ndërkombëtare dhe për të qenë tashmë pjesë. Patjetër, pjesë e ekosistemin në cilin po jetojmë ne tani. Nadia përmendet disa herë rastin e Estonisë, dhe me të gjitha dhënat që ofrove për audiencën, do thonim që është e ardhmja. Në sensin e diçka që nuk e kemi prekur ende. Dhe me qenë se referohemi të ardhmës, cilat janë hapat që priten për një vend si yni, pra, në arritjen e digitalizimit të shërbimeve në vijimësi. Nga ajo që është shkruar, unë po thjesht po citoj, për momentin pretendohet që ne do të kalojmë në të gjitha bashkitë dhe në të gjitha pjesën e administratës publike duke rritur digitalizimin. Kjo është ajo që pritet, pra të shpërndahet teknologjia në mënyrë kapilare në të gjithë sektorët. Është diçka e mirë sepse ndryshe nga më parë nuk është më një kolon më vete që flitet vetëm për teknologjinë dhe për sigurinë, por kjo shpërndahet tashmë në të gjithë në mënyrë horizontale në të gjithë sektorët. Që do të thotë do të kemi, pretendohet të kemi një përfshirje teknologjisë kudo. Kjo përfshirje e teknologjisë kudo kërkon një ndërgjegje të theksuar për sa i përket sigurisë.
Pra padyshim është aspekti mirë që ne digitalizohemi, por duhet digitalizohemi duke patur sigurinë mendje dhe duke formuar aplikacione, platforma të cilat janë të sigurta për qytetarët, për të dhënat e tyre, por edhe për vetë administratën. Sepse her pas here ne nuk duhet kemi ndërthurje të dhënave të qytetarëve tek sektor të cilët nuk ka nevojë për të qenë pjesë. Kështu që vëmendja duhet të jetë tek siguria, padyshim tek rritja e teknologjisë. Estonia është një shembull i mirë për t'u marrë, sepse është një nga vendet i cili ka patur përfshirjen e government technology më shpejt, më shumë dhe në mënyrë më efikase se shumë shtete të tjera. Dhe në konsideratën time do të jetë një shembull i mirë për t'u marrë edhe për aspektin e situatës në cilën Estonia ndodhet, por edhe Shqipëria, që kërkojmë të evoluojmë për sa i përket zhvillimit teknologjik dhe kemi të paktën një shembull të mirë deri tani për t'u marrë. Sigurisht kemi avantazhin që historiku i vendeve të tjera na ka mësuar nga gabimet e tyre, dhe ato gabime nuk kemi nevojë që ne t'i përsërisim. Teknologjia është një rrugë që nuk ka fund. Dhe siguri kibernetike 100% sigurisht asnjëherë nuk ka, por kjo nuk do të thotë që me që nuk ka një siguri 100%, ne të mos i kushtojmë vëmendje sigurisë. Siguria duhet të jetë baza nga e cila më pas ngrihet gjithë piramida. Nadia, të falenderoj sot për bisedën në Business Plus. Ju falenderoj dhe unë shumë dhe vëmendjes që jepni teknologjisë, si unë besoj një ardhme që e pret Shqipërinë.